Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Me rritjen e ndjeshme të lëvizjeve në pikat kufitare, drejtuesit e policisë së shtetit kanë qenë sot në teren. Drejtori i Departamentit për Rendin dhe Sigurinë Publike Dimitra Qeziu dhe drejtori i Departamentit për Kufirin dhe Migracionin Sajmir Muçaj kanë inspektuar pikën e kalimit kufitar të Kakavijes për të ndjekur nga afër situatën dhe masat e marra për garantimin e sigurisë dhe lehtësimin e kalimit. Bashkia e Libovës ka investuar gjatë kësaj periudhe për përmirësimin e infrastrukturës rrugore, duke ndërhyrë kryesisht në rrugët problematike të lagjeve të brendshme të qytetit dhe në zonat rurale. Në 100 vjetorin e ndarjes nga jeta të poetit rus Sergej Jesenin, në Gjirokastër u promovua libri Dritë e praruar e agimit me poezitë të tij të përkthyera në shqip nga poeti, përkthyesi dhe regjizori Arqile Garo. Aktiviteti u organizua nga Bashkia e Gjirokastrës, Qendra Kulturore Mediatike Antigunea dhe Shtëpia Botuese në Rajda, me pjesëmarrjen e shkrimtarëve, lexuesve dhe dashamirësve të letërsisë. Gjirokastra u përfshi nga atmosfera festive mbrëmjen e së shtunës, ku muzika dhe ngjyrat pushtuan sheshin Çerçiz Topulli. Aktiviteti u organizua nga Bashkia e Qytetit, mblodhi qindra qytetar, ndërsa këngëtarja Aurela Gaçe solli emocione dhe energji për publikun gjirokastrit. Ju njohim tani më gjerësisht. Me rritjen e ndjeshme të lëvizjeve në pikat kufitare, drejtuesit e policisë së shtetit kanë qenë sot në teren. Drejtori i Departamentit për Rendin dhe Sigurinë Publike Dimitra Qeziu dhe drejtori i Departamentit për Kufirin dhe Migracionin Sajmir Muçaj kanë inspektuar pikën e kalimit kufitar të Kakavijes për të ndjekur nga afër situatën dhe masat e marra për garantimin e sigurisë dhe lehtësimin e kalimit. Në kushtet e një fluksi të shtuar lëvizjesh në pikat kufitare, drejtuesit e policisë së shtetit kanë qenë sot në teren. Drejtori i Departamentit për Rendin dhe Sigurinë Publike, Dimitra Qeziu, dhe drejtori i Departamentit për Kufirin dhe Migracionin, Sajmir Muçaj, inspektuan nga afër pikën e kalimit kufitar të Kakavijës. Ky plan masash konsiston në shtimin e sporteleve në pikat e kalimit kufitar dhe të punojësve të policisë dhe konkretisht në ato pika ku pritet ardhja e bashkëdhetarëve tanë që jetojnë jashtë shtetit me qëllim kalimin e festave me familjarët dhe të afërmit e tyre. Nga Departamenti i Policisë Kufitare janë marrë masa shtesë duke vendosur atashuar pranë detyrimeve vendore personel nga Departamenti për Kufirin dhe Migracionin me qëllim monitorimin dhe mbështetjen e veprimtarisë të tyre gjatë këtyre ditëve. Nga ana e shërbimeve të Kufirit dhe Migracionit janë intensifikuar shkëmbimi informacionit me vendet fqinje, me partnerët e policisë kufitare, sidomos të pikës greke të Kufirit, për lehtësimin e kalimit kufitar të shtetasve si në ardhje, ashtu dhe në dalje të vendit tonë. Janë shfrytzuar gjithë kanalet e komunikimit, qoftë ato ndërkufitare, rajonale me pikën me palën greke, po ashtu edhe në nivele më të larta, në nivel departamenti, dhe është shfrytzuar çdo lloj mundësie dhe kapaciteti për të arritur që të ulim radhët, se ne i ndjejmë radhët si të jenë brenda nesh, janë qytetarët tanë të cilët rrinë në radhë në palën greke. Kështu do vazhdojmë përpjekjet maksimale. Gjatë inspektimit, drejtori i Departamentit për Rendin dhe Sigurinë Publike Dimitra Qeziu vuri theksin te masat e marra për menaxhimin e fluksit të lëvizjeve dhe garantimin e rendit e sigurisë në të gjithë territorin e vendit. Policia e shtetit ka hartuar një plan masash me detyrat posaçme, kur në të njëjtën kohë ka hyrë një gatishmëri të përforcuar, që thotë kemi marrë masa shtesë krahas shërbime të teritorit në ditë zakonshme, po dhe sot kemi shërbime shtesë, pra kemi më shumë shërbime burime njerëzore, kemi edhe më shumë detyra për zbatuar për të përgjigjur dhe për ballimin e situatës. Policia rrugore me masa të plota dhe masa shtesë në të gjitha akset rrugore, urbane dhe interurbane, me shërbimet patrullës të policisë rrugore të lëvizshme dhe me mjetet e teknologjisë dhe mjetet e inteligjencë. Fokusi këtyre shërbimeve do të jetë parandalimi i aksidenteve rrugore me pasoja në goditjen e shkeljeve të parashikuara në kodin rrugor si shpejtësitë tej normat të shpejtësisë të palejuara, ndaj përdoruesve të pijet alkolike, ndaj manovra të gabuara, përdorimit celularit dhe të tjerë. Ndaj dhe unë duhet të bëjmë e dije qytetarët që të jenë korrekt në zbatimin
dhe në normat e sjelljes sipas kodit rrugor. Drejtuesit e policisë së shtetit garantuan se strukturat kufitare janë në gatishmëri të plot për të përballuar fluksin e lëvizjeve, duke synuar lehtësimin e kalimit dhe garantimin e rendit e sigurisë për qytetarët. Bashkia Libohov ka investuar gjatë kësaj periudhe për përmirësimin e infrastrukturës rrugore, duke ndërhyrë kryesisht në rrugët problematike të lagjeve të brendshme të qytetit dhe në zonat rurale. Sipas përgjegjësit Afrim Çomo, punimet do të vijojnë edhe në të ardhmen për të përfshirë të gjitha zonat me problematika, me qëllim të lehtësimit të qarkullimit dhe përmirësimit të jetesës për banorët. Bashkia e Libohovës ka ndërhyrë gjatë kësaj periudhe me investime në disa rrugë të lagjeve të brendshme të qytetit me qëllim përmirësimin e infrastrukturës. Përqendrimi i investimeve ka qenë kryesisht te rrugët që paraqesnin vështirësi për banorët. Sipas përgjegjësit Afrim Çomo, puna do të vazhdojë edhe gjatë periudhës në vijim me synim për të investuar në të gjitha lagjet ku ka problematika. Ne kemi ndërhyrë në disa rrugë të qytetit. Këto kemi të përfunduara një pjesë të mirë me beton. Këto falë fondit të zhvillimit që na kanë ndihmuar me këto kontrata, kemi përfunduar disa nga këto rrugë. Rrugën Arship Pipa, rrugën që ikën për në lagjen e Tosonatëve, rrugën e Kalista dhe jemi në vazhdim në lagjen e Marinës së Sipme. Janë akoma lagjat e Qefush, lagja këtu në Çepaj, në Marinë të Poshtme, që kemi në vazhdim për të përfunduar. Ka filluar lagja Baido, për të shtruar me beton, kjo është investim nga bashkia. Përveç qytetit, bashkia ka ndërhyrë edhe në zonat rurale duke u fokusuar tek segmentet më problematike. Rruga Çayub Topov është e përfunduar. Firmoset kontrata për ndriçim LED në disa fshatra ndeja, si Topov, Sheper Nivan deri në Su. Pjesa tjetër është zbardhur dhe jemi në pritje për asfaltimin e kësaj rruge deri në Poliçan. Investime kemi për të bërë në fshatin e Pravisht, rrugë me beton, prapë në fondi zhvillimit, në fshatin Bulo dhe fshatin Labove Sipme. Këto investime të Bashkisë së Libohovës synojnë të përmirësojnë cilësinë e jetës së banorëve, duke siguruar rrugë të shtruara dhe të sigurta si në qytet, ashtu edhe në zonat rurale. Plani vazhdueshëm i ndërhyrjeve tregon për kushtimin e institucionit për zhvillimin e infrastrukturës dhe mbështetjen e komunitetit në të gjithë territorin e bashkisë. Familja Qerimi nga fshati Rusan i Bashkisë Delvin prej 10 vitesh merret me bujqësi duke kultivuar mandarina dhe ullinj në 6 dynym tokë, ndërsa kjo është stina e vjeljes së prodhimit. Ata përballen me vështirësi në tregtimin e mandarinave për shkak të mungesës së një pike grumbullimi në zonë, gjë që rrit kostot dhe lë shpesh prodhimin në stok. Familja kërkon mbështetje për tregun dhe për shpenzimet që kanë si fermer. Familja Qerimi nga fshati Rusan i Bashkisë së Delvinës prej rreth 10 vitesh i është përkushtuar bujqësisë. Mohameti 55 vjeçë dhe Silvana 52 vjeçë kujdesen për kulturën e mandarinës dhe ullirit në një sipërfaqe prej 6 dynymësh tokë bujqësore. Kjo është stina e vjeljes së prodhimit dhe të dy i gjejmë çdo ditë në parcela duke mbledhur mandarina. Çifti tregon se kultivimi i mandarinës kërkon përkushtim të vazhdueshëm gjatë gjithë vitit, që nga krasitja dhe ujitja deri tek mbrojtja e bimëve dhe vjelja e prodhimit. Sipas tyre, puna në bujqësi është e lodhshme, por mbetet burimi kryesor i të ardhurave për familjen. Jam nga fshati Rusan, zgjodha kulturën e mandarinës që të marrim diçka për familjen, vajtëm 10 vjetë që punoj me këtë. Po do spërkatje, do vaditje, do pastrime, do krasitje, do të gjitha. S'ka pa vështirësi, nuk ka gjë. E vështirë është. Po, këtë zgjodhëm. Ju sa hektar tokë keni të mbjella me agrume? Këtu kemi 6 dilim. Ka përfunduar i gjithë procesi i vjeljes? Po, sot e mbaruam. Kemi 10 vjetë që kemi mandarina, kam 400 rënjë mandarina, kam 200 rënjë ullinj. Duan shumë kujdes, duan që të vaditja, që të spërkatjet, të na thonë dhe për spërkatjet që të na japin, që nesër dhe mos të dalin në televizor të thonë që ka pesticide, ka neve i marim nga atje ku i autorizon shteti, atjeve mideneve që i marim.
Dhe vim në momentin e prodhimit dhe del në televizor dhe thonë që janë me pesticide. Ne kemi bërë 250.000 lekë analizën dhe na kanë dalë pa pesticide. Vështirësia më e madhe me të cilën përballen fermierët është mungesa e një pike grumbullimi në zonën e Delvinës, çka i detyron të udhëtojnë drejt Konispolit për të tregtuar prodhimin. Kjo sjell kosto më të larta transporti dhe shpeshherë prodhimi mbetet stok, pasi tregtarët nuk e tërheqin. Familja Qerimi kërkon mbështetje për sigurimin e tregut, por edhe ndihmë për përballimin e shpenzimeve të tjera që kanë si fermer. Vështirësia më e madhe është tregu. Si e siguroni tregun? Deri më tani si e keni siguruar? Po e kemi tregtuar duke gjetur fugona vet për në Korçë, për Tiranë, edhe kemi quar dhe në Mursi që i marrin që i çojnë jashtetit në për magazina. Po çdo gjë me mundin ton. Kërkojmë ndihmë për pesticidet, për spërkatjet. Duan ushqimin tani në janar këto. Duan dap, duan gjëra se nuk bëhen vet, po si ndihmove. Po të kisha ndihmë për tregun, kam tokën mbi gjade prap, që mund të ambjell. S'kemi ndim, s'vazhdojmë dot. Nuk kemi treg, na ngeli mallin në shesh. Kemi marrë punëtor sezonal edhe kemi mallin në makinë në shtëpi, me të njohur. Kur vjen në një maune, kemi vajtur në Konispol, atje ku janë magazina dhe atje nuk morën. Ka shpenzime edhe të vemi atje, duam këtu në afër, jemi shumë parcela në Bajkaj, edhe të vinë të na ndihmojnë të lëmë dhe këtu një maune ose një magazin, duam një magazin që të mblidhemi të gjithë fermerët e Rusanit, të Bajkajt, edhe ta shesim këtu në vend se s'kemi interes të vemi në Konispol. Familja Qerimi shpreson që në të ardhmen të ketë më shumë mbështetje për fermerët e zonës, veçanërisht në krijimin e pikave të grumbullimit dhe lehtësimin e kostove të prodhimit. Sipas tyre, vetëm përmes ndihmës konkrete mund të garantohet vijueshmëria e bujqësisë dhe të ardhurat të qëndrueshme për familjet që jetojnë nga puna në tokë. Në Gjirokastër, shumë familje do të presin ndërimin e viteve në shtëpi duke ruajtur traditën e të mbledhurit rreth tryezës festive. Gatimet tradicionale dhe atmosfera e ngrohtë familjare mbeten pjesë e pandarë e kësaj feste. Ndërimin e viteve, shumë prej qytetarëve gjirokastrit do ta presin në shtëpitë e tyre. Ata shprehen se vazhdojnë të ruajnë traditën, duke u mbledhur rreth tryezës festive së bashku me familjarët. Fëmijët i kam në Greqi, kam plakën, jemi këtu dhe pres tani nga 5 vajza që kam do vinë 3. 2 kanë ardhur, pres dhe 1 dhe do të kalojnë këtu në Gjirokastër, në shtëpi në Gjirokastër. Pa, do dalin dhe në lokale, kështu po natën në shtëpi. Është viti parë që nga 90-ta që e bëjnë në Gjirokastër, gjithmonë e kanë bërë jashtëtit. Traditë familjare, viti i ri gjithnjë bëhet në shtëpi, pastaj ditën e dytë kalojmë na vajzat, na niprit, na mbesat, na plejti që kemi. Ata që kanë mundësi të vinë jashtë, bashkojmë të gjithë, se viti i ri atë ka lezetin e saj që të mblidhen të gjithë. Mosha jonë për ato e festojnë pranë shtëpive. Nuk jemi në gjendje me pensionin që marri që ta festojnë vitin e ri diku larg apo në lokale. Përsa i përket fëmijëve që i kemi në emigracion, për si vjet e kemi e të vështirë që të vinë, se edhe ande është pak e vështirë jeta që ashtu. Them që vinë, e kanë planifikuar tani se vinë vetëm gjatë gushit të krishterët jashtu. Na kanë shpirti që të vim, që të presin fëmijë. Fëmijët tani nuk e kanë edhe ata të kohë. Ikën vitet më përpara që vinin andea, edhe kanë krijuar familjet e tyre, festojnë me njëri tjetrin atje dhe e kanë pak të vështirë edhe ata që të na vinë. Këtu në Shqipëri i kemi kaluar më shumë. Them dhe vetë tut që tek nipre të mbesa se më kërkojnë, edhe më këtu mirë është, edhe në Shqipëri mirë. Tjetër me kësë është, po si, me nipre me mbesa, po si, mirë është. Këtu në shtëpi, këtu. Vetëm fëmijët janë larg këtu. Si kemi këtu. Nuk vinë dot. Nuk kanë mundësi të vinë. Nuk vinë dot. Se janë në punë. Mundësi të shkoni. S'kemi. Tryeza festive mbetet një nga elementët më të rëndësishëm të kësaj feste, e karakterizuar nga gatimet tradicionale dhe bolloku. Po do bëjnë ato të zakonshme, do bëjnë baklavaja. Kemi sjellë edhe nga jashtëtit, po dhe i pjesë kemi marrë këtu.
ato që si gjetën kollaj, edhe po të veç në shtëpi është si një magazin e vogël tani për tani. Traditat tona i ruajmë, si do që t'jetë puna. Viti i ri, sikur do t'a bësh, edhe sikur të mos kesh fare, do t'a bësh atë gëzimin e tavolinë e vitit të ri, do shtrohet me të gjitha të mirat, se presupozon bollekun që vjen për vitin tjetër, që të shkojmë përpara, që të ketë çdo gjë, të shkojmë mbar vitin e ri. Edhe këtë vit, gjirokastritët zgjedhin të presin ndërrimin e viteve me ngrohtësinë e familjes, duke i qëndruar besnik traditave dhe vlerave që i bashkojnë. Në vijim të zbatimit të planit të masave për parandalimin dhe goditjen e tregtimit të kundërligjshëm të lëndëve piroteknike në prag të festave të fundvitit, shërbimet e Komisariatit të Policisë Sarand kanë vijuar kontrollet në subjekte tregtare. Si rezultati i këtyre kontrolleve, gjatë kontrollit të ushtruar në 2 subjekte tregtare në qytetin e Sarandës, u konstatuan 982 fishek zjarre dhe 250 kuti me kapsolla, të cilat mbaheshin për tregtim në kundërshtim me ligjin. Lëndët piroteknike u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, ndërsa materialet procedurale u referuan në prokurori dhe nisi procedim penal në ngarkim të shtetasve me inicialet LM 26 vjeç dhe MH 55 vjeç banues në Sarandë. Materialet procedurale i referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme. Në 100 vjetorin në ndarjes nga jeta të poetit rus Sergej Jesenin, në Gjirokastër u promovua libri Dritë e praruar e agimit me poezitë të tij të përkthyera në shqip nga poeti, përkthyesi dhe regjizori Arqile Garo. Aktiviteti u organizua nga Bashkia e Gjirokastrës, Qendra Kulturore Mediatike Antigonea dhe Shtëpia Botuese Nerajda, me pjesëmarrjen e shkrimtarëve, lexuesve dhe dashamirësve të letërsisë. Në kuadër të 100 vjetorit të ndarjes nga jeta të poetit të madh rus Sergej Jesenin, Bashkia e Gjirokastër, Qendra Kulturore Mediatike Antigonea dhe Shtëpia Botuese Nerajda organizuan promovimin e librit më të ri poetik Dritë e praruar e agimit. Ky botim sjell për lexuesin shqiptar poezitë të poetit madhor rus Sergej Jesenin, të shqipëruara me ndjeshmëri dhe përkushtim nga poeti përkthyesi dhe regjizori Arqile Garo. Gjirokastra e këta të nder sot që të promovoj një libër për mua i thjesht nga një poet i cili u quhet rebel i revolucionit dhe vazhdon dhe sot e kësaj dite të përkthehet në gjithë gjuhët e botës dhe të lexohet. Ndjem bukur. Gjirokastra është vendi ku unë fillova aktivitetin tim. Edhe duke u rritur njeriu ndjen mall. Promovohet sot pikërisht në këtë ditë të shënuar të ndarjes nga jeta të 100 vjetorit të ndarjes nga jeta të poetit të madh. Është përkthimi i fundit i cili është bërë nga përkthyesi Arqile Garo, që vitet e fundit mund të themi që në fushën e përkthimeve ka sjell shumë vepra, shumë vlera, duke sidomos në raportin e përkthimeve nga shqipja në greqisht dhe nga greqishtja në shqip, dhe është me të vërtet një rast shumë i mirë për t'i lidhur këto dy ngjarje, botimin dhe promovimin e librit me përkthimet të këtij poetit madh me ditën e ndarjes së tij nga jeta. Gjatë aktivitetit u vlerësua figura dhe kontributi shumë dimensional i Arqile Garo si përkthyes, poet dhe regjisor. Për veprën dhe rolin e tij në afrimin e letërsisë botërore me lexuesin shqiptar, vlerësime shprehu edhe shkrimtari Odise Kote, i cili theksoi rëndësinë e këtij botimi në pasurimin e fondit letrar shqip dhe ruajtjen e frymës poetike të Jeseninit në gjuhën tonë. Vetëm për aktivitetin e tij si artist në fushën e skenës, si regjisor, por 30 vitet e fundit edhe në fushën e përkthimeve, të humorit dhe të poezisë që ai krijon vazhdimisht. Promovimin e një prej sfidave më të rëndësishme që Arqile Garo na i sjell përmes librit të tij Dritë e praruar e agimit. Sot Arqile Garo na bie sfidën e dytë të tij. Në bie Jeseninin dhe kësaj here jo të përkthyer nga greqishtja në shqip,
por të përkthyer nga një grek Esenini dhe pastaj të lexuar, të shndruar në frym dhe të strukturuar në poezi, me sjell përsëri Arqilegaro në Shqip. Në këtë aktivitet kulturor ishin të pranishëm shkrimtar, lexues dhe dashamirës të letërsisë, të cilët ndoqën me interes promovimin dhe diskutimet e rreth veprës. Aktiviteti u shndërrua në një moment të reflektimi dhe nderimi për trashëgiminë poetike të Sergej Eseninit, si dhe për rolin e përkthyesve që ndërtojnë ura kulture mes popujve përmes artit të fjalës. Në Sarandë u promovua romani Anatomia e një vrasjeje i autores Eva Caca, një vepër që synon të ndërgjegjësojë mbi padrejtësitë sociale dhe fatet e grave të dëmtuara nga sistemi dhe dhuna. Promovimi organizuar në qendrën rinore të Sarandës tërhoqi lexues, miq të familjes autores dhe përfaqësues të shoqatave sociale, duke u shndërruar në një moment të reflektimi dhe ndërgjegjësimi shoqëror mbi realitetet e rënda që shpesh mangen nga shoqëria. Në Sarandë u promovua romani Anatomia një vrasësje. Nuk ishte si çdo promovim, pasi edhe autoria e romanit dhe vetë romani nuk është nga ata që shkruan thjesht për të bërë letërsi. Autoria Eva Caca thotë se ka shkruar atë për të sjellë ndjeshmëri dhe ndërgjegjësim për fatet dhe jetë gruaje, të tronditura nga pafajësitë e kthyera në ndëshkim. Besonte le të ishte ai dhe një rrugtar. Isha shumë nevojë që ta besonte dikush këtë që po ndodhte. Normalisht personeli apo stafi apo policia që ishte atje nuk ishte si të më besonte, sepse me sa kuptova, sepse mua nuk ishte rastisur të gjendem në këto vende, të quanin me një përbuzje dhe një buzëqeshje e pafajshme dhe tje, që do të thotë, të gjithë ata që hynë aty thonë që jemi të pafajshëm. Mirë, po më doja një njëri tjetër që të më dëgjonte, dhe doja që të lutesha sikur edhe dikuj që ndalonte në rrugë, edhe dikuj që pastronte, vetëm të më besonte, kisha shumë nevojë nuk ty në aeroport dhe gjithë ngjarja që vërtet shumë e fortë. E jam betuar sot që nuk do emocionohem, 1, 2, 3 shkon në tavan, nga thënë dikush dhe nuk emocionohesh. Eva Caca është një grua që ka përjetuar padrejtësinë nga afër, duke u përballur me një akuzë të rëndë dhe një realitet brutal brenda sistemit të burgjeve greke, pavarësisht pavajsisë së saj. Në atë mjedisburgu, autoria njohu historinë e një gruaje të dënuar për vrasje, që u bë tharmi i romanit të saj. Anatomia një vrasësje sjell një histori të shënuar nga dhuna dhe nga incesti familjar, ku krimi shfaqet si pasojë një tragjedie shumë të hershme. Kjo histori e shkruar në vërtetësi dhe ndjesi të forta bëri që salla ku promovua libri të ishte me njerëz të profileve dhe kontributeve sociale në shoqëri. Preferuesi Xhafer Dule foli për vlerat e veçanta të romanit, duke u ndalur në subjektet e frymëzimit, në trajtimin kompleks të personazheve dhe mesazhet e forta që vijnë nga vepra e ngritur mbi historinë që dhëmbin dhe ndërgjegjësojnë. Kam parë urësinë, bukën, kripën, frikën, dhe aty u gjithë frymëzimi i erë. Romani Anatomia një vrasësje i autorës Eva Caca përfaqëson një vepër që e kalon kufirin e një prezantimi letrar dhe shndërrohet në një akt të fortë ndërgjegjësimi shoqëror, të pranishmit në promovim, përcollën në reflektim, heshtje dhe përballje me realitetin e rënd nga ato që shpesh shoqëria zgjedh të shmang. Ky roman social ka tërhequr vëmendjen e lexuesve dhe kritikave për tematikat e forta dhe stilin narrativ unik. Gjirokastra u përfshi nga atmosfera festive mbrëmjen e së shtunës, ku muzika dhe ngjyrat pushtuan në sheshin Çerçis Topulli. Aktiviteti i organizuar nga Bashkia e Qytetit mblodhi qindra qytetar, ndërsa këngëtarja Aurela Gaçe solli emocione dhe energji për publikun gjirokastrit. Mbrëmja e së shtunës solli atmosferë festive plot muzikë dhe ngjyra në sheshin Çerçis Topulli. Aktiviteti i organizuar nga Bashkia e Gjirokastrës bëri që qytetarë të shumtë të mblidheshin për të shijuar tingujt muzikor, duke kthyer qendrën e qytetit në një skemë të hapur festive. Këngëtarja shqiptare preferuar, në atmosferë shumë festive. Më pëlqen mënyra se si ka ritëm. Atmosfera është festive, shumë e bukur. Në Gjirokastër çdo gjë është më ndezur në to. Aurela pasaj normalisht me këngët e saj është gjithmonë një plus. Kam ardhur pikërisht për ta dëgjuar. Faleminderit gëzuar.
Ndërkaq për këngëtaren shumë të dashur në mbar treva shqifolëse, Aurela Gaçe, Gjirokastra mbetet gjithmonë një vlerësim i veçantë. Ajo u shpreh se performanca përpara publikut gjirokastrit është gjithmonë një kënaqësi dhe emocion më vete. Ndihem shumë mirë sepse është një atmosferë kaq e bukur. Shikosh rrugët plot, atmosfera e festave është shumë e bukur dhe mua më pëlqen shumë kur ka familje bashkë, kur ka njerëz bashkë, shoqëri bashkë. Unë edhe shtëpinë time në Tiranë, për shembull, nuk e kam nëpër Kodra, e kam aty mes njerëzve. Ashtu, gëzoj, më gëzon shpirti. Aktivitetet festive do të vijojnë edhe në ditët në vijim, me programe të larmishme kulturore dhe argëtuese për të gjitha grup moshat. Ishim në minutat editarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, miru pafshim.